Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Opozita proteston në bulevard, kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndryshon skenari, tubim pa fjalim. Policia blindon institucionet kryesore. Gjykata konfirmon masën e sigurisë me burg ndaj Dorim Bami që u ekstradua nga Dubai. Togat e zeza rrëzojnë pretendimet e mbrojtjes, e cila kërkoi arrest në shtëpi. Operacion antidrog në KKV kapen 350 kg kanabis që ishin fshehur në kamion në pranë nga drejtuesi i mjetit. Lënda narkotike do të dorëzohej në Greqi. 10 fëmijë shfrytëzohen në rrugë, numri më i madh në Tiranë. Ekspertët apelojnë se institucionet të bëjnë më shumë për ndalimin e abuzimit ndaj të miturve. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Opozita përmban protestën e 5, por me skenar ndryshe nga 4 tubimet e mbajtura herët e kaluara. Protesta nuk pati fjalime në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por kryedemokrati Berisha marshoi në rrugët e kryeqytetit në institucionet më të rëndësishme së bashku me mbështetësit. Përgjatë marshimit, protestuesit kanë hedhur bomba molotov në rrugë, duke djegur koshat e mbeturinave. Kreu i PD Berisha u shpreh se marshimi bëhet me qëllim shprehjen e zemërimit popullor dhe se largimi i ministrave nga kabineti i qeverisës nuk e mbron dot kryeministin Rama nga revolta popullore. Gjykata e posaçme konfirmoi masën e sigurisë me burg ndaj Dorim Bamit i ekstraduar nga Dubai. Në mungesë të tij në sallën e gjyqit, avokati kërkoi masë më të butë sigurie me argumentin se rrezikohet jeta në qeli, por ky pretendim u hodh poshtë nga togat e zeza. Dorim Bami ekstraduar përpara 2 ditësh nga Dubai përmes avokatit e tij është përballur me gjykatën e posaçme në lidhje me masën e sigurisë të dhënë për të gjatë kohës kur ishte në arrati. Vetë Dorim Bami nuk ishte prezent në seancë, por është përfaqësuar nga pala mbrojtëse e cila i ka kërkuar gjykatës një masë më të lehtë si ajo arrestit në shtëpi, por togat e zeza rrëzuan kërkesën duke lënë në qeli klientin e tij. Gjithashtu gjatë seancës avokati ka ngritur shqetësimin si klientit e tij po i rrezikohet jeta në burgun 313 ndaj kërkesës së tij poshqyrtohet nga drejtoria burgjeve për transferimin e tij në një burg tjetër. Ishte prokuroria posaçme që shpalli në kërkim Dorim Bamin në kuadër të dosjes revanshi, i akuzuar për kultivimin e parcelave të drogës në zonën e Fushkrujës, ndër të tjera i akuzohet si personi që ka porositur disa herë vrasjen e ish-deputetit e Partisë Socialiste në Lezhë, Arben Doka. Lufta mes Bamit dhe Ndokës kishte nisur më herët, pasi i forti Nikles kishte dyshime se ish-deputeti kishte kërkuar ta eliminonte. Kjo pasi Ndoka kishte dyshimet e tij se Bami ishte një nga personat që kishte marrë pjesë në vrasjen e vëllait të tij Aleksandër Ndoka. Sipas dosjes voluminoze, Dorim Bami akuzohej gjithashtu dhe për sigurimin e kushteve për të vrarë 2 miq të Ervis Martinajt, Eriger Smihasin dhe Tori Gjeçukën. Sa i takon aktivitetit kriminal, SPAK argumenton në dosje se Dorim Bami, përpos atentateve dhe vrasjeve ku faktohet si i përfshirë, kishte një rol të madh ku kontrollonte drogën e mbjellë nga Bregdeti Adriatikut deri në malsinë e Krujës, ku madje kishte mbështetjen dhe të policisë. Një stasi prej 350 kg kanabis u kap në doganën e KKV-s. Uniformat blu finalizuan operacionin pas kontrollit të një kamioni dhe arrestuan drejtuesin e mjetit. Lënda narkotike kishte si destinacion Greqin. Ky është momenti kur forcat e policisë ndërhyn dhe ndaluan kamionin i cili kishte për qëllim të kalonte nga KKV-ja drejt Greqisë. Blut në bashkëpunim me autoritetet doganore kishin informacion se brenda kamionit kishte lëndë narkotike dhe pas kontrollit me skaner kanë zbuluar disa pjesë të fshehura brenda strukturës së mjetit. Gjatë kontrolleve në kamion u gjetën të fshehura 166 pako me lëndë narkotike kanabis me peshë totale rreth 350 kg. Droga kishte për qëllim që të transportohej drejt Greqisë, ndërkohë që në pranga ka rënë Emanuel Qamo, drejtuesi i kamionit. I riu akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike, ndërkohë që policia ka nisur hetimet për të zbuluar personat e tjerë të përfshirë në këtë skemë.
Punimet në zonën Arat e Gurës në Dragostojnë të Librazhit po vjojnë pa ndërprerje edhe gjatë natës me 22 kamion të tonazhit të rënd dhe 7 ekskavator. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se po punohet për pastrimin e sipërfaqes së trupit të rrugës së rrëshqitur dhe për marrjen e kampioneve gjeologjik që do të shërbejnë për vlerësimin e plot teknik të situatës. Sipas ARSH-s, punimet për devijimin e lumit kanë përfunduar duke hapur rrugë për fazën e tjera të ndërhyrjes. Ndërkohë pritet të nisë punimet për ndërtimin e trupit të rrugës alternative paralelisht me trasën e hekurudhës me njëherë pas përfundimit të rishikimit të projektit në këtë segment problematik. Situata në zonën e Rjollit këtë të shtunë u përshkallëzua në përplasje të tjera mes banorëve dhe punojësve të kompanisë së ndërtimit, të cilët nuk i lejuan ata të futeshin në tokat që pretendojnë pronësin. Përplasja degradoi në përdorimin e shkopinjve të gomës dhe sendeve të forta, ndërsa banorët dëmtuan ekskavatorët e firmës së ndërtimit. Disa prej banorëve u lënduan dhe u dërguan në spital për ndihmë mjekësore. Prej gati një muaj banorët e Baks Rjollit kanë kundërshtuar investimet në toka për të cilat ata pretendojnë se kanë dokumente që vërtetojnë pronësinë e tyre. Pas 10 ditësh, forcat ushtarake kanë gjetur trupin e pajet të 42 vjeçarit Ilir Kurti, cili dha fundjetës duke u vethedhur në lumin afër kanioneve të Osumit në Skrapar. Më 20 shkurt pranë vendit që i ri u hodh u gjet motori me të cilin ai lëvizte, disa sende personale dhe celulari i tij, nga i cili rezultoi se 42 vjeçari i kishte nisur një mesazh vëllai duke i thënë se do hidhej në lum. Sipas familjarëve, ai ishte mbyllur prej muajsh në vetvete dhe po e vuante ndarje nga djali, me të cilin nuk fliste prej 7 vitesh. Kjo pasi ish bashkëshortja e tij kishte marrë me vete në Rumani kur ishte larguar nga Shqipëria. Dhjetra fëmijë shfrytëzohen për punë në rrugë apo abuzohen fizikisht e seksualisht. Shifrat më të larta janë në kryeqytet, ku Bashkia e Tiranës ka angazhuar disa grupe pune në terren. Por pas rastit tragjik ku një 7 vjeçar u përplas për vdekje nga makinat, ekspertët kërkojnë strategji efikase për t'i larguar ata nga rruga. Aksidenti tragjik i disa ditëve më parë, ku një 7 vjeçar humbi jetën si pasojë e përplasjes nga 2 automjete, riktheu në vëmendje vështirësitë dhe rreziqet që ju kanosen fëmijëve të cilët punojnë në rrugë. Janë të rrezikuar për t'u abuzuar fizikisht, për t'u abuzuar psikologjikisht dhe seksualisht, për t'u abuzuar edhe nga pikpamja që kryejnë punë. Kujdesi social për fëmijët, kujdesi për fëmijët nuk është kur i tepër dhe duhet jetë i domosdoshëm. Zgjerimi i kujdesit për ta është një diagram komplekse që përfshin shumë faktor, po unë mendoj që faktori kryesor ngelet familja. Dhe mendoj që ne duhet forcojmë legjislacionin për përgjegjësinë që ka familja për këta fëmijë që i lëshon në rrugë. Në bashkitë e vendit, ndërkohë, prej kohësh funksionojnë grupe që monitorojnë situatën në terren dhe identifikojnë rreziqet me të cilat përballen këta fëmijë. Në territorin e Bashkisë Tiranë është ngritur një strukturë e posaçme që janë skuadrat e terrenit dhe operojnë prej vitesh tashmë. Roli këtyre skuadrave është që të identifikojë çdo fëmijë në rrezik apo në situatë rruge dhe nëpërmjet stafit psikosocial, të cilat përbëjnë këto skuadra, të bëjmë vlerësimin e shpejtë të rrezikut në të cilën ndodhet fëmia. Më pas të vlerësimit të rrezikut, aktivizojnë sistemin e mbrojtjes të fëmijëve dhe shoqërojnë fëmijën drejt shërbimeve sipas vlerësimit që bëhet në terren. Skuadrat veprojnë në shumicën e rasteve në pika të nxehta, aty ku është identifikuar numri më i lartë i fëmijëve në rrugë, si zona e bllokut apo qendra e kryeqytetit. Misioni ynë është që fëmia dhe familja të referohen në sistemin e shërbimeve sociale në mënyrë që ata të marrin shërbimet për fuqizimin e tyre. Të referohen pranë qendrave sociale të Bashkisë Tiranë, pranë strukturave për mbrojtjen e fëmijëve, të regjistrojnë prindrit në punë, në rastet kur fëmijët janë të pashoqëruar dhe skuadra e terrenit dyshon që ndaj fëmijës po kryhet një vepër penale, kuadri ligjor, çdo strukturë ngarkon me përgjegjësinë që të raportojë drejt strukturave të policisë së shtetit. Sipas të dhënave nga Bashkia Tiranë, viti 2025 u mbyll me rreth 150 raste të identifikuara dhe të referuara drejt shërbimeve, ndërsa vetëm në janar të vitit 2026 janë identifikuar 39 fëmijë në situatë rruge. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.